12 qershori është shpallur si ditë ndërkombëtare kundër shfrytëzimit të fëmijëve për punë, një ditë për të ngritur zërin kundër një prej formave më të rënda të shkeljes së të drejtave të fëmijëve, përdorimi i tyre për punë të rënda apo për lypje në rrugë. Fëmijët kanë të drejtë të jetojnë fëmijërinë e tyre, të luajnë, të mësojnë dhe të ëndërrojnë për një të ardhme më të mirë. Shfrytëzimi i tyre në punë në çdo formë është një akt dënues që cënon në rritjen e shëndetshme, edukimin dhe dinjitetin e tyre. Në kuadër të kësaj dite, në Bashkinë Shkodër u organizua një fushatë ndërgjegjësuese dhe informuese me synimin për të ngritur vetdijen publike kundër shfrytëzimit të fëmijëve. Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me institucione arsimore, organizatat e shoqërisë civile dhe qytetar, duke theksuar rëndësinë e përfshirjes të gjithë komunitetit në këtë kauzë. Bashkia e Shkodër rikonfirmon angazhimin e saj për mbrojtjen e fëmijëve nga çdo formë abuzimi, shfrytëzimi apo diskriminimi dhe apelon për bashkëpunim më të ngushtë me strukturat shtetërore, komunitetin dhe shoqërinë civile për të ndërtuar një mjedis të sigurt për çdo fëmijë. Kjo ditë duhet të shërbejë si një thirrje për veprim në të gjitha bashkitë dhe institucionet përgjegjëse për të parandaluar dhe luftuar fenomenin e punës së fëmijëve.